Kandidatja e Partisë Socialiste Brunilda Mersini do të drejtojë Bashkinë e Vlorës në 2 vitet e ardhshme deri në zgjedhjet e 2027-s. Rreth orës 2:30 të mëngjesit të kësaj të diele ka përfunduar në total numërimi i votave në KZZ e Vlorës, teksa në shkallët e Pallatit të Sportit Flamurtari ka qenë edhe koha për fest, duar trokitje dhe brohoritje nga socialistët për fitoren e kandidates Mersini në zgjedhjet e pjeshme. Në një prononcim për media pas fitores, në përfundim edhe të procesit të numërimit, Brunilda Mersini u shpreh tepër e kënaqur me këtë fitore. Premtimi i parë që bën Mersini për qytetarët e Vlorës është se do të jetë në shërbim të tyre, pasi e njeh mirë qytetin, dinamikën dhe problematikat e tij. Mersini thos se këtë fitore ja dedikon Partisë Socialiste, teksa falenderon të gjithë ata të cilët e mbështetën në këtë rrugëtim. E emocionuar dhe përgjegjshme për sfidën që do më presi. Jeni e kënaqur me pjesëmarrjen? Absolutisht po. Pjesëmarrja prodhon një fitore. Do doni që të ishte më lart? Kjo është një gjë relative. Në momentin që ka një fitore, gjithmonë ka një analizë, por e rëndësishme është gjithmonë fitoria. Pas e fitore një premtim për qytetarët e Vlorës? Ashtu siç kam takuar çdo ditë qytetarët e Vlorës, do të jemi njëri i përkushtuar dhe me ndjeshmëri për qytetin. Unë jam një grua që vjen nga rrugët e qytetit, e njoh ritmin e tij, njoh energjinë e tij, jam e përkushtuar ndaj njerëzve të tij dhe kështu do vazhdoj. Zonja Mersini, emocion sonte? Emocion patjetër. Kujt ja dedikon fitoren? Partisë Socialiste. Po gara me kundërshtarët si u duk? Çfarë keni? Gjithmonë gara është një garë, kam respekt për 2 qytetarët e mi, janë 2 bashkëqytetarët e Vlorës që nesër mund të jenë kolegë në dyert e bashkisë, Gjergji është antar i Këshillit Bashkiak, edhe pa diskutim do të kemi takime të përditshme, edhe Dionisi vjen nga bota e biznesit. Ndërkohë, drejtuesi politik i Vlorës, Bledi Çuçi, tha se nuk është i shqetësuar nga pjesëmarrja, që sipas tij ka ardhur nga disa faktorë, mes të cilave edhe nga fakti që nuk pati një garë të fortë pasi rivalët politik zgjodhen të mbështesin kandidatë pavarur. Për Çuçin, rëndësi ka vetëm fitoria. Duke vlerësuar kandidaten socialiste, Mersini, Bledi Çuçi thosë se do të jetë një drejtim i ri, dinjitoz për Vlorën, superizues për çdo qytetar. A është pjesëmarrja ndoshta një mesazh për Partinë Socialiste për të reflektuar? Jo, nuk mendoj kështu. Ju e pat që edhe nga përqindja e votave ishte sigurisht ishin socialistët që kishin dalë për të votuar. Pjesëmarrja varet nga shumë fenomene që lidhen me faktin që ishin zgjedhje të pjeshme, që ishin pa këshilltar që vetë prokuror, që ishin zgjedhje që nuk kishin një kundërshtar të fortë dhe kur je pa kundërshtar, si një ndeshje futbolli që kur s'ke kundërshtar, stadiumi ngel bosh dhe kur dihet rezultati, stadiumi mbet bosh. Kjo u vure edhe ke bashkitë e tjera, besoj, ju e pat të gjitha bashkitë, të gjitha garët, të gjitha bashkitë e tjera patën një rënje shumë të ndjeshme të pjesëmarrjes. Mua nuk më shqetëson kjo gjë, unë jam shumë i lumtur dhe ja u them këtë gjë se para kemi për herë të parë në Vlorë një kryetare bashkie grua, edhe është një grua që unë jam entuziast për atë që do ndodhi më mbrapa. Ajo që kaloi, nuk më bëjmë përshtypje fare, edhe ju do befasoni me çfarë do ndodhi në bashkinë e Vlorës duke filluar që nga dita e nesërme në mënyrë simbolike, se do presim certifikimin sigurisht, dhe do jemi këtu në një bashkëbisedim dhe një rrugtim jo të shkurtër, por të bukur për Vlorën. Në përfundim të numërimit të 231 kutive të votimit, Brunilda Mersini, e cila pak javë mbajti edhe mandatin e deputetes, ka rezultuar fituese me më shumë se 13.000 vota ndaj rivalëve të saj, kandidatëve të pavarur Dionis Sota dhe Gjergji Nika.